Sekretet e elitës globale në 3 milion faqe, çfarë u zbulua nga dosja Epstein, 56 referenca për kanibalizëm, abuzime, pedofili dhe teori konspirative. 3 milion faqe dokumenta, 180.000 imazhe, po ashtu 2.000 video dhe një mori figurash të njohur si Elon Musk, Bill Gates dhe Richard Branson janë të përmendura në dosjen Epstein, skandali që ka shokuar botën dhe jo vetëm. Me këto, Jeffrey Epstein, i cili u vetvran në qelin e tij, po e kthen elitën globale përmbys edhe një herë. Nga dokumentat po dalin shumë skandale të financierit pedofil dhe ajo që e bën më të rënd janë emrat më të njohur të përfshirë në këtë dosje. Megjithatë këtë, qasjet lidhur me Epstein kanë qenë të ndryshme. Kremlini reagoi përmes Peskov pas pretendimeve të hedhura nga Donald Tusk se Epstein ishte një agent rus dhe që kishte organizuar një komplot që KGB-ja duke cilësuar si qesharake. E njëjta gjë nuk ndodhi me kryeministrin britanik Keir Starmer, i cili u kërkoi falje personave që kishin rënë prest e Epstein. E njëjta gjë nuk ndodhi me kryeministrin britanik Keir Starmer, i cili u kërkoi falje personave që kishin rënë pre Epstein, pasi ky i kishte besuar ambasadorit britanik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Peter Mandelson për Jeffrey Epstein. Megjithatë, sado që Starmer kërkoi falje që e besoi dhe e emëroi Mandelsonin, skandali po e trondit rrënjësisht qeverinë e tij dhe po e çon atë përmes një stuhie ndoshta drejt një vot besimi, sepse Mandelson shfaqet me të brendshme në shtëpinë Epstein, ndërsa korrespondenca e tyre tregon se ata ishin miq shumë të mirë, aq të mirë sa Epstein pagoi për trajtimin e partneres së Mandelsonit. Në Norvegji, zbulimi i korrespondencës midis gruas 52 vjeçare sot të mbretit të ardhshëm Mette Marit dhe Epsteinit ka shkaktuar një tërmet. Unë tregova gjykim të dobët dhe më vjen shumë keq që kam pasur kontakt me Epstein, është thjesht e turpshme, tha ajo në një deklaratë. Dhe ajo që gjithashtu është shfaqur janë figura si Elon Musk, i cili sipas emaileve u përpoq të siguronte një ftesë për një festë të çmendur. Çfarë reagimesh ka nga fronti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës interesi nuk kufizohet vetëm tek emrat, ai përqendrohet gjithashtu në mënyrën se si u bën publike dokumentat, sa të gjëra ishin fshehjet, kush po kërkon qasje në materiale më pak të censuruara dhe çfarë do të ndodh me pjesën që nuk është publikuar ende. Në këtë klim, tensioni Bill dhe Hillary Clinton ranë dakord të dëshmonin. Në kontekstin e një hetimi të dhomës së përfaqësuesve, lëvizja u paraqit si shmangje e një konflikti institucional të minutës së fundit. Stuhia në Mbretërinë e Bashkuar. Në Europë dhe veçanërisht në Mbretërinë e Bashkuar, vala e re e dokumentave ka ringjallur raste që shumë i konsideronin të mbyllura për komunikim. Në material, Andrew Mountbatten Windsor, deri vonë princi Andrew, shfaqet më shumë se 3.000 herë madje edhe me nofka. Kjo nuk do të thotë që çdo përmbledhje është diçka thelbësore, megjithatë, do të thotë që Andrew është një nga nyjet kryesore të arkivit dhe për këtë arsye ka sjell edhe debat publik. Pallati është në pozicionin më të vështirë që mund të ndodhe ndonjëherë një institucion, të mos ketë asgjë institucionalisht, për të thënë për një rast që kërkon përgjigje dhe tensioni shtohet çdo ditë në sferën publike. Emailët që janë paraqitur tregojnë kërkime për pozicione, lëvizje drejt kompanive të mëdha, duket si një ekspozim i papërpunuar se si funksionon politika pas politikës. Megjithatë, Mandelson, i cili mashtroi Starmerin, siç pretendon kryeministri britanik, është djegur dhe vazhdon të digjet. Lord Mandelson përpiqet i tregojë Epsteinit se është i lënduar nga kritikat e tij dhe përgjigjet sa më shumë e vlerësojnë mbështetjen, duke shtuar se gjatë gjithë provave dhe vështirësive nuk ishte larguar kur nga ai. Të dhënat tregojnë se Epstein pagoi rreth $75.000 në llogari të lidhura me Mandelson, përfshir partneren e tij. Policia metropolitane ka nisur një hetim penal mbi akuzat se ai ka zbuluar informacione të ndjeshme. Mandelson ka thënë se do t'jap dorëheqjen nga dhoma e lordëve, ka shprehur keqardhje për njohjen e tij me Epstein dhe pohon se nuk ishte i përfshirë në ndonjë krim dhe as nuk veproi për përfitim personal. Ai pretendon se kërkoi ndihmë nga Epstein. Në
interesin kombëtar gjatë krizës financiare të vitit 2008. Figurat që përmenden në dosje Elon Musk. Dokumentat përfshin email-et e midis Epstein dhe njeriut më të pasur në botë, në të cilat Musk duket pothuajse duke u lutur të jetë në ishullin e pedofilit. Edhe pse Epstein e paralajmëron se gruaja e tij do të keqkuptohet sërish. Musk ai këmbgul se dëshiron të bashkohet me një feste egër, por Epstein në fund e shmang atë. Një histori e ndryshme nga ajo që përshkroi Musk se Epstein i ftoi. Në një mesazh nga nëntori vitit 2012, Musk pyet cila ditë natë do të jetë festa me të çmendur në ishullin tuaj. Në një tjetër mesazh nga dhjetori të njëjtit vit ai shkruan: "Dua të kënaqem me skenën e festave në Shëmbart." Në email e shohim Epstein duke e shmangur me mirësjellje një herë dhe më pas duke ia referuar emailin sekretares së tij duke i kërkuar asaj ta largonte. Bill Gates. Dokumentat përfshin dy mesazhe nga 18 korriku 2013, që duket se janë shkruar nga Epstein, por nuk është e qartë nëse ato janë autentike apo nëse i kanë mbërritur ndonjëherë bashkëthemeluesit të Microsoft. Njëra prej tyre paraqitet si një letër dorëheqje nga fondacioni Bill dhe Melinda Gates, e cila i referohet ilaçeve që Gates do të merrte për t'u përballur me pasojat e marrëdhënies seksuale me vajzat ruse. Ish gruaja e Gates, Melinda, tha në një intervistë me NPR se publikimi i dokumentave i solli kujtime të vështirësive në marrëdhënien e tyre dhe shprehu ngushëllimet e saj viktimave. Nga ana tjetër, një përfaqësues i Gates i quajti akuzat krejtësisht absurde dhe plotësisht të rreme. Andrew Mountbatten Visdor. Dosjet përfshin fotografi që tregojnë ish princin dhe vllajën e mbretit Charles në një pozicion seksual si për një grua e cila është plotësisht e veshur dhe e pa identifikuar. Në dy nga imazhet ai shihet duke i prekur barkun dhe duke parë drejt për drejt kamerën. Nuk ka kontekst shoqërues dhe se kur ose ku janë bërë fotot. Andrew ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, por marrëdhënia e tij me financuesin pedofil nuk është pritur mirë në Mbretërinë e Bashkuar. Mistere, teori konspiracioni dhe gjëra të frikshme. Dikush do të mendonte se publikimi i miliona dokumentave do t'i the dritë mbi rastin Epstein. Në fakt, megjithatë, ka ngritur më shumë pikpyetje duke ringjallur ose duke dhënë shkas për teori të reja konspiracioni, duke krijuar mistere dhe duke nxjerrë në sipërfaqe raste të frikshme. Kanibalët. Në vitin 2009, modelja meksikane Gabriela Rico Jimenez u filmua e revoltuar jashtë një hoteli luksoz duke qarë dhe duke bërtitur se persona të neveritshëm hëngrën njerëz. Unë dija për vrasjet, por jo se ata hanin njerëz. Me njerë pas kësaj ajo u zhduk. Publikimi i dosjeve të reja e ka rikthyer videon e Gabrielas në qendër të vëmendjes. Në më shumë se 2 FD 302 ka dëshmi që bëjmë përshkrime të ngjashme të frikshme. Ka një referencë për presidentët amerikanë, të cilët ai lidh me kanibalizmin, ndërsa ka edhe një deklaratë dëshmitari që përshkruan një ngjarje në një javë ku në vitin 2000 të ftuarit antarë të elitës globale morën pjesë në rituale dhe coptuan foshnje. Megjithatë, siç raportojnë mediat ndërkombëtare, dëshmitari është dërguar në zyrën e FBI-s nga gazetari Michael Moore, i cili është i njohur për teoritë ekstreme të konspiracionit që përhap. Në dosjet Epstein ka 56 referenca për kanibalizëm. Ekziston gjithashtu një ankesë nga një grua që u trafikua nga Epstein. Epstein ishte gjithashtu një lojtar. Dosjet që u publikuan përfshin edhe një email nga Xbox që tregonte se llogaria e tij në lojën Call of Duty po ndalohej pas kërcënimeve dhe abuzimeve verbale. Epstein kishte një interes të madh për lojrat dhe madje thuhet se ishte ai që bindi menaxhmentin e Activision të miratonte praktikën e mikrotransaksioneve me qëllim që lojtarët nën moshë të shpenzonin para për lojra.